Kishte munguar ta themi me Albën një zëri këtë shprehje, është momenti të bëjmë thash e theme. Më në fund, por në burimet konfirmuara, pa dashur të shpërndajmë lajme të rreme, sa kjo ndodh shpesh edhe nga kolegët tanë, dashur pa dashur nga ajo çfarë personazhet publik ngacmojnë në hapësirën virtuale, edhe është koha që ne të japim disa përgjigje të faktuar. Sepse 48 orë i fundit ka qenë plot me lajme. Për të vënë sa pika mbi i, do thoja unë, jemi në studio me Redion Shtyllën gazetar. Mirë se vjen. Kënaqësi Redion, gjithmonë kur na bashkohesh. Dhe tani përgjithësinë do e mbash vetë, sepse ti do i thuash të gjitha. Po ti nuk je koleg. Nuk je koleg. I akuzuar ti ndonjëherë për lajme të rreme? Jo. Jo. Po jam dhe njëri në këtë fushën e showbizit. Kam kohë. Mirë. Është çështje edhe zgjedhje, besoj. Ata që duan të shpifin, as nuk i kanë pëlqyer dhe as nuk e ndjek si taktik. Mirë, në dyert e gjykatës nuk i paraqitur akoma, se kemi parë disa raste dhe ky është lajm i mirë. Mirë, do doja ta nisja fakt, meqenëse jemi në jehonën e festivalit për kishte nata e 2, do doja ta nisja me Elhajda Danin dhe partnerin e saj, balerinin e njohur, që për një periudhë kohë diskutuar që ata dy u ndan, referuar këtu edhe një dalje publike që bëri tek Dalina Buzi. Sigurisht, historia e tyre që për e njohur ka qenë shumë e gjykuar që atëherë dhe ka qenë kjo stigma për t'i parë apo për t'i kritikuar. Si që thede ti dhe intervista e fundit e Elhajdës ku fliste për një jetë të trazuar, për një jetë jo të qetë që nuk mund t'i balancosh si punë, si profesionin, por edhe lidhjen që do kone saj, si do qoftë ka qenë në valën e lajmeve për një ndarje të mundshme me partnerin e saj Ledin, por unë i pash mbrëmët dhe të gjithë ata që i kam parë në rrjetet sociale që ishin bashkë, duke u kujdesur ai për Elhajdën në natën e parë, në unë që i pash përballë dhe... Si dukeshin? Kishin një kimi të mirë, edhe pse sigurisht është ajo trysnia e mediave e portaleve që flasin për ndarje, por tek e fundit të jemi të sinqert, jo çdo gjë shpiket dhe jo çdo gjë krijohet, sigurisht kanë dhe ato krizat e tyre, kanë dhe ato... Pra, kishte një të vërtet diku aty, mund të ketë patur një krizë, një ndarjet përkohshme dhe janë ribashkuar. Elhajda ishte drejt për drejt ku foli për një jetë që nuk është e lehtë, ajo e kemi parë kudo në për turne, në për botë dhe nuk është e lehtë që të mbash një marrëdhënie të shëndetshme, si krijohen kish kuptime, por e rëndësishmja e lajme është që janë bashkë dhe ai por kujdeste për atë pasi bëri dhe performansën në natën e parë. Mirë, një tjetër intervistë e cila u shumë interpretua është ajo e Beskallakut, intervista e tij e fundit ku foli për familjen, foli për prindrit, foli apo tha që çdo të keqe i vjen dhe fundi. Pati mesazhe për ish-partnerin e tij aty, si e peti? Sigurisht Besi është një personazh që flet hapur me publikun, flet troçë dhe u ndjente një lloj trishtimi për të që nuk e kisha atë fundin e lumtur siç u pa aso kohë për radha e tij me Gjensilën, por kjo është jeta, ka bashkime, ka dhe ndarje, por e kemi parë her pas here pjesë edhe të portaleve duke e ngacmuar pak edhe realitetin e tij apo dhe ndjesitë e tij edhe duke u tallën në disa raste, është fjalë shumë e keqe për ta përdorur, por ky është realiteti që ne kemi parë duke komentuar për gjendjen e tij emocionale jo të mirë, ndërkohë që nga ana tjetër nxirrin Gjensilën si bombastike nëpër koncerte, pra është ky që pa e vuan të krizë që kanë të dy që janë ndarë, rrugtimi i tyre ka marrë fund edhe pse kanë dy fëmijë dhe do të jenë gjithmonë pra njëri tjetri për këtë faktor, por siç Besi e përmendi dhe e caktoi, sigurisht që të këqijat ndoshta janë lënë atit dhe është ai që ka marrë atë barrën e përgjegjësisë dhe ka dalë ai kurbani i keq në këtë raport me Gjensilën. Po publiku sipas teje është duke gjykuar në masë sigurisht që publiku e ka masakruar Gjensilën në pjesën artistike të saj ku nuk e ka planuar, le të themi, këtë shndërrim që ka pasur këtë vit sidomos, por edhe me një lloj afeksioni artistik që ka pasur me Ledi Vullën, sigurisht me Ledri Vullën, kanë qenë në fokusin e portaleve, disa nuk i kanë parë të hishme tranzicioni që ka pësuar jo vetëm si artiste, por edhe me fizikun e saj, ku është gjykuar, është paragjykuar, si mundet një nën me dy fëmijë që të performojnë, ndërkohë që kur e shikojmë tek artistet të tjera, e shikojmë si diçka normale dhe e shijojmë. Mendoj që kanë gjykuar Gjensilën më shumë se sa që meriton, askush nuk meriton gjykohet në fund të ditës, por duket sikur është vendosur në një podium dhe të gjithë e sulmojnë. Sepse është kjo që thashun, është një femër e arrirë, është një femër që po ka sukseset e saj, po ka një
karrierë shumë të mirë dhe ka dalë nga ajo lëvozhga e Gjencilës që ndoshta mund ketë qenë e ndjeshme në balatat e viteve më përpara. Tani është një femër që i pëlqen vetja. Sensuale, me forma të mira trupore, performon. Ajo është një nga emrat më të kërkuar në tregun muzikor dhe përsa kohë ajo ka një fanbase që e mbështet dhe e përkra. Sigurisht që ajo nëse ndjet komfort me vete nuk ka pse ta... Fundja marrëdhënia personale është e çiftit. Në qoftë se mbaron dhe nuk ka asnjë detyrim shpjegohet. Por jemi në showbiz dramat vive. Patjetër. Redion, a kemi informacion në rast se njëra nga palët është në një marrëdhënie? Nëse kanë kaluar, pra Beskallaku dhe Gjencila vijojnë të jenë beqar? Për Gjencilën është folur shumë që kjo kimia që ka me Ledri mund të përkthehet edhe në ndonjë raport, por jo, nuk është se e kemi parë, ka qenë thjesht artistike sa për ato 3 muajt e verës dhe tani nuk i kemi parë më as bashkë për koncerte. Janë tani në fund vit, janë sërish së bashku, por është bashkëpunim profesional. Afeksioni që ishte në verë nuk është tani. Nuk është tani, okej. Nëse e thua ti, ne nuk e vëmë. Nëse e vera të nxenë, është më sensuale si muaj dhe sigurisht që do ta përdorni më shumë njëri tjetër. Dakor. Ajo çfarë Beskallaku tha, është ai 10 minutësh në ditë ku vajzën shoqëron Dadoja dhe unë e takoj, është gjithçka, është gjithë bota për mua. Kemi informacione nëse se marrëdhëniet e Besit dhe Gjencilës janë të tensionuara akoma pas ndarjes. Sigurisht ata kanë pasur një raport që është komentuar shumë në media, me inate, me akuza që nuk e qenë pranë fëmijëve, si Gjencila ka bërë për Besin, e ndërkohë një rrëfim i tillë që tregon një realitet ku 2 njerëz ndahen që kanë dhe fëmijë, është e vështirë që edhe ti krijosh një lloj situate të qetë, ndërkohë që fëmijët shoqërohen me Dado. Edhe ti ndjesi ku për ta merr atë që është e jotja, në fakt që është fëmia jote dhe atë lloj përkujdesje ti nuk e bën dot, përsa kohë fëmijët janë nën kujdesin e njëjtë prindë dhe tjetri ka hapësirën ligjore që ligji janë një dhe ja mundson, siç është në rastin konkret të Besit, por uroj edhe nuk kemi dëgjuar që mund të kenë probleme të tilla që mos i lejojnë. A ka çifte të showbizit që edhe pasi janë ndarë për shkak të fëmijës vazhdojnë të ruajnë një raport shumë të mirë? Pra raste suksesi, se prindërimi vijon gjithmonë, nuk ka një pushim edhe përndajsh. Kalojmë të emrat e tjerë tek Ledri dhe Sara, kanë treguar që ka një bashkëpunim të mirë, kanë folur mirë për njëri tjetrit edhe për këto lidhjet që janë folur në media. Ledri ka thonë që e shikon që vajza është mirë, poston her pas here, pra e ka një raport të shëndetshëm. Sigurisht që distanca do të bëjë të sajën dhe nuk është ajo jeta perfekte, por sidoqoftë. Por bashkëpunimi nga ajo çfarë kemi parë duket i mirë, edhe pse ish partneriet i mund të ketë nisur një marrëdhënie të re apo jo. Pa diskutim, Sara është folur shumë për marrëdhënien që ka me Erik Fullanin dhe ndoshta mund presin dasëm vitin që vjen, edhe kjo gjë nuk besoj që mund ta penalizoj. Ky është një rast i mirë dhe një shembull edhe për audiencën, se realitetin e dim që ndoshta edhe për inate nuk mund të lejosh fëmijën tënd që të takoj babain ose nënën në raste të ndryshme, por ky është shembulli tipik shumë i mirë në showbiz që Ledri dhe Sara e ushqejnë dhe e tregojnë. Mirë. Duhet ndalem pak tek Festivali i Këngës. Fituesi i të cilit na përfaqëson në Vjenë në 2026 në Eurovision. Sonte është nata e tretë, nata e nostalgjisë dhe nesër është finalja. Ajo çfarë po diskutohet shumë është për një fitues të parazgjedhur, për deklaratat bombastike të Fifit dhe për gjithë çka ndodh në atë institucion. Tani çfarë dim ne? Kemi të bëjmë me një fitues i cili është parazgjedhur? Sigurisht nepotizmi është i pashmangshëm në RTS në Festivalin e Këngës, sidoqoftë ne e dim ndër vitet e fundit që kur Shqipëria ka bërë pjesë dhe merr pjesë në Eurovision, kur shkon një artist i madh do të hidhen ato hijet e dyshimit që ka lidhje me këtë gjë, për të cilën për mua, edhe nëse Alice që një nga emrat që po përflitet që është në këtë rrethin e këtij grupacioni që ka pas ti Arilena Arën që është nga Shkodra, ka Elhajda Dani që është nga Shkodra, edhe le të themi Alice që ka ardhur si një krijesë. Prandaj kemi parë ato postimet Festivali i Shkodrës. Po, pak me kunj. Po, se janë bërë gjithë nga Shkodra dhe shumë artistë janë nga Shkodra, por kjo gjë
edhe si kur a i do të fitoj, se nuk e dim se këtë do të vendosi publiku, por si do qofë nuk do t'i lëj atë shien Pas ka qenë ka Shkodranët, Po, si si jetin festival, talentin e kam, por si do qofë si Shkodra elektronike, nuk është se ka ardhur do njërsi. E shetë të vështirë të përsëritet ai model që me fitore sollon besimin në pjesëmarrjen e festivalit. Le të themi ndër herët e para që ishte publiku ai që vendosi që kishte një emër të madh si Elvana Gjata që ka vite e vite në skenë, ndërkohë një grup që ishte i panjohur për publikun si Shkodra elektronike dhe që publiku masiv ja dha votën, e pëlqeu, e mbështeti dhe e pam të gjithë çfarë rezultati magjik dhanë ato në Eurovision. Por duke mbetur tek Alice, unë isha në natën e parë dhe sigurisht që kënga e tij është gjykuar shumë edhe për plagjatur që ka një lloj ndikimi nga një këngë e Madonnas, koret e tij që nuk janë live, që janë me playback, dhe për mua është gjykuar shumë Fifi që është një artiste që ka shumë ndjeshmëri në skenë ku del dhe e humbet kontrollin. Isha mbrëm, nuk e di se si është parë në kamera, si është parë në ekran, por ajo ishte e magjishme me tirin, sigurisht që është mësuar Fifi me padrejtësi që është bërë si nga kompeticionet e tjera, por si do qoftë, Eurovisioni nuk kërkon më dramë, nuk kërkon më kaq shumë dhimbje, edhe pse kënga e Alice flet për nënën, për këtë për emigrimin, do por si do qoftë, që është një plagë ende aktuale në shoqërisë. Jo vetëm Shqipëri, por gjithë Evropën, sidomos Ballkanin, që merr pjesë i gjithë në Eurovision. E zbuluam me kë jemi fasa. Por si do qoftë, unë jam për Fifin. Ti je për Fifin. Jam për Fifin, për të gjithë energjinë, për të gjithë originalitetin që kishte kënga e saj, për të gjithë ndërtimet muzikore që nga nota e parë, se nëse do të bëjmë një krahasim, pjesat e referenit më shumë të Alice, se nuk jam ekspert muzike, por aq shumë sa e kuptoj, ishin korp, playback, edhe ai kishte shumë pak pjesë që këndonte solo vetë, por si do qoftë është publiku ai që do vendosi. Unë kam një pyetje të fundit dhe e kam me merak për festivalin. Mos të bëjmë vlerësimin muzikor, se mbas se këtë nuk e bëjmë dot në këtë studio, por mund të themi se kush nuk flet me kë. Ti në prapas s'ken ke qëndruar apo jo? Ke parë artistë që të shkojnë në skajet kundërta të sallës vetëm që mos ndeshin me njëri tjetrin? Ke parë? Kam parë, por nuk është se ka shumë inate të mëdha se. Po ç'inate kanë? Po pra nuk është se kanë shumë inate të mëdha, se dy emrat më të përfolur është Alice dhe Fifi. Alice ishte në natë. Kanë dashamirësi për njëri tjetrin? Është edhe Enis Leziri, është Sheila Haxhira i për super performancës, janë friksat, 3 vajza, 3 motra fantastike. Për dy emrat më që janë kokë më kokë. Padyshim që Sheila kishte një këngë shumë unike dhe që është pëlqyer shumë. Për mendimin tim nëse do të ishte në Europë do të bënte boom në radio, por a është dikush që shmang njëri tjetrin, këtë e kisha një merak të fundit, nëse ti më thua, që mund ta thuash publikisht. Jo, nuk pash ndonjë inat të madh apo ndonjë fërkim apo ndonjë shikim të tepër, gjithsesi ishte në atë habitatin e vet, në atë qarkun e vet, ishte i përqendruar për të dhënë performancën, por nesër është ajo. Nesër do dallojmë se kush. Nesër do dallojmë ato shikimet, inatet edhe ato. Dhe ti Redioni është shumë i vëmendshëm për ta i thënë në këtë studio. Ajo çfarë unë di është që Jonida Maliqi nuk ka pikë në dorë këtë vit. Megjithëse ishte ajo e cila nuk i dha pikët maksimale Elvana Gjatit. Është blora qereti. Shohim çdo ndodh se ku i di deri në fund. Faleminderit shumë. E vlerësojmë shumë gjithmonë prezencën tënde dhe urojmë shumë të vish gjithmonë me lajme të mira për personazhet tan publik. Ne ikim në publicitet, kthehemi vetëm pas.